Pushtuesi i mirë dhe pushtuesi i keq nga Gani Mehmetaj. Pushtuesi austro-hungares la gjurmë aty ku sundoi, objekte, monumente e rrugë të panumërta. Pushtuesi turk e serb nuk lan asgjë, asnjë monument a rrugë, pos gjak e vare, në rinin time. Kur bisedoja me kolegët kroat për të kaluarën e tyre dhe tonën, që kishte ngjashmëri, ma vënin në pas se ata patën më shumë fat. Pushtuesi i tyre, Austro-Hungaria, ndërtoi kudo që sundoi. Neve e serbëve në sundimin e perandorisë turke, pushtuesi nuk na la asgjë, nuk la objekte për të qenë as në shtetin e vet, por serbët e çliruar para nesh, nisën të ndërtojnë godina të stilit austriak, të kapnin kohën e humbur, të mobilizojnë energjitë e fjetura, të pushtonin territoret tona, ndërsa ne përpoliteshim ende as të gjallë, as të vdekur në pushtuesin turk. Gjurmët e pushtuesit austro-hungares në Kroaci shihen kudo, në objekte e godina monumentale, të kishat katolike që të lënë pa frymë me arkitekturën e tyre të veçantë, në rrugë e viadukte, qysh nga shekullin gjigje në Zagreb qarkullonte tramvaji, ndërsa ne nuk e kemi tramvajin në asnjë qytet shqiptar as sot në shekullin gjigji. Gjurmët e pushtuesit austriak në Kroaci, veçmas në Zagreb, i hetoja edhe në mbrëmjet festive këto ditë dhjetori. Qyteti i epërm, qyteti i vjetër dhe lagje të tëra të kryeqytetit të mahnitin me arkitekturën austro-hungareze, ta shpalojnë të kaluarën e traditën kulturore, të dëshmojnë se kroatët patën aristokraci të mirëfillt që jetojnë në kamje. Pati kohë e mundësi të merrej më çështje të kombit, më kulturë, letërsi, muzikë, arkitekturë dhe më shpirtin e popullit të vet. Ajo pjesë e qytetit të vjetër nuk u shëmtua as më vonë më godina socialiste, karakteristike në Beograd, Shkup e në Prishtinë. Kroatët edhe pse në okupim i kaluan të gjitha periudhat e ndriçimit evropian, humanizmin e renesancën, reformacionin. Pushtuesi i lejoi të kultivojnë muzikën, letërsinë, teatrin, artet figurative. Ata mburen që e kanë njërin ndër universitete më të vjetra në Evropë, ndërsa ne nuk e kishim as shkollën fillore atë botë, sepse na e ndalonte pushtuesi. Kur bridhja në për qytetin e vjetër kroat ditën apo mbrëmjeve farfuritse, më vinte plasja që ne nuk e patëm një pushtues të mirë. Na e dërgoi fati a djalli perandorin turke, që i rënoi ndërtimet tona, po edhe ato të periudhës ilire, romake. Derisa ngrija kokën drejt një godine mahnitse, mendja më shkonte të qytetet e fëmijërisë sime, Kasaba Orientale, rrugë të përballtura, kaldrëmi i ngrënë. Pushtuesi nuk la asnjë godinë më të lartë se një kat, përderisa kati i dytë ishte çardaku i drunj. Shtëpit e trashëgimisë orientale osmane ishin të ngushta, ta zinin frymën më hapësirën e pakët, rrugët edhe më të ngushta, ku mezi qarkulloje nga dritarja derisa t'i ecje rrugës. Banori i shtëpisë mund të kapte për veshi. Të mbërthente trishtimi më shtëpi qerpiçi të mira e të varfra, më rrugë të përballtura, trashëgim të traditës turke, me njerëz të veshur keq, më ndonjë grua më shallvare që dukej si dordolec. Nuk e patëm asnjë godinë reprezentative, asnjë shtëpi që do të ofshaje për të. Vetëm kullat e Dukagjinit, të cilat e sfiduan dhe e mbjetuan pushtuesin, kishin diçka të veçantë. Ishin tonat dhe kishin kreativitet. Pushtuesi turk nuk e la asnjë godinë në tërë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoni apo territoret etnike. Pushtuesi austro-hungares në 3 vjet pushtimit të Shqipërisë e Kosovës la 10 objekte që ende shfrytëzohen, la qindra kilometra rrugë, më shumë se sa në 500 vjet të sundimit turk. Pushtuesi austriak hapi rrugë të reja si asnjëherë deri atëherë, rinovoi rrugët e shkatëruara nga pushtuesi otoman. Pushtuesi austriak planifikoi, por fatkeqësisht nuk u jetësoi Shqipërinë deri në Selanik. Ndërkaq, e vetmja trashëgimi e pushtuesit osman janë 10 xhami pa asnjë vulë të veçantë. Shumica e xhamive që dukeshin pak më të mira ishin rinovimi kishave katolike shqiptare që u ndërtuan mbi ato xhami, apo që vetëm u lyen brenda, sa për t'u humbur gjurmët e ikonave, sikurse xhamia e Çarshis në Pej. Pushtuesit turq nuk lan objekte monumentale as në kryeqytetin e tyre Stambollin, qytetin e Konstantinit. Hagia Sophia, kisha monumentale bizantine që u shndërrua në xhami, është objekti më madhështor. Osmanët s'kishin si të linin gjurmë kulture e tradite, kur elita e tyre aristokratike e ushtria pjesën më të madhe të jetës e kalonin në çadra, ishin popull nomad, kështu që sharmin e komoditetin e banimit nuk e njihnin. Osmanët s'kishin si të na linin ndonjë trashëgimi kulture, kur nuk kishin kulturë, shkrimin e morën nga arabët, gjuhën osmane nga një fis aziatik, e kopjuan administratën bizantine, kopjuan traditën persiane, por asgjë s'kishin origjinale. Pos egërsisë së një orë, derisa evropianët, pra edhe kombet në pushtimin austro-hungares i kalonin rrymat e ndryshme letrare e kulturore. Pushtuesi ynë nuk kishte kulturë e letërsi, prandaj s'kishin si të trashëgonim asgjë pozitive nga ta.
Gjua e letërsia e ndaluar shqipe kultivohej brenda mureve të kishës, apo në krahina ku nuk shkeli këmba e turkut. Rrymat e ndritura evropiane, humanizmi e renesanca nuk e fshiken fare gadishullin ilirik, ku shkeli këmba e turkut. Ndërkaq ai popull që nuk e ka kaluar humanizmin e renesancën do të këtë zbrasti e probleme, është shumë më lehtë t'i nënshtrohet asimilimit, trush përlarjes apo ta pranoj të mirëqen diktaturën. Por e kishim një fakt që humanistët shqiptar priftërinjt katolik e kultivuan letërsinë e u ndikuan nga rrymimet evropiane. Megjithatë, është fatkeqësi që s'patën mundësi të kalonim në për revolucionin borgjes, nuk na preku revolucioni industrial që në perëndim bënte vepra kolosale. Ne ecnim me qere kuajshmu si pushtuesi ynë, ndërsa kontinenti ynë kishte trena transkontinental, vetëm në qarqe të mbyllura priftërinjsh i jepe jehon humanizmit e rilindjes evropiane. Kështu, më t'jam mbathur pushtuesi i keq, kaluam nga mesjeta në shekullin xh. Prap, kur e bën krahasimin, kroatët në sundimin e pushtuesit ngritën shtatore e pllaka përkujtimore për heronjt e tyre, për të kaluarën e tyre që e vlerësonin të lavdishme. Kroatët edhe sot në qendër të qytet, në cep të kafesë së madhe, e kanë një pllakë përkujtimore për formacionin e tyre ushtarak, mbrojtësit e Adheut Domobranët, që u vranë me 1918. Në përpjekje për të çliruar Adheun, edhe ne e luftuam dhe e dëbuam pushtuesin turk, paçka që e zëvendësoi pushtuesi serb, që nuk na la asgjë të mirë, pos varreve. Por as sot e kësaj dite nuk e kemi asnjë përmendore në Prishtinë e në qytetet e Kosovës që do të dëshmonte trimërinë e shqiptarëve kundër pushtuesve. Nuk e kemi asnjë pllakë përkujtimore që do t'u tregonte brezave të ardhshëm se në këtë vend u bë betejë e përgjakshme kundër pushtuesit, në filan rrugë u vran advetar shqiptar eti. Po krahasuam, por pa dashur ta zhvlerësoj trimërinë e kombin kroat, ne bëm betejë më të lavdishme e më të përgjakshme kundër pushtuesit turk, por nuk e kemi asnjë shenjë kujtimi të atyre ditëve. Ne po e fshim kujtesën e historinë tonë, ne jemi bërë popull pa të kaluar, ndërsa populli që është pa të kaluar, s'ka as të ardhme. Zagrebi 1918 dhe Prishtina 1913.